Mirëmëngjes në episodin e dytë të sezonit 6 podcastit Flasim dhe fillojmë me shënimet e javës. Në shënimet e këtyre ditëve, në krye qëndrojnë mbledhja maraton e qeverisë, një traditë e fillim vitit dhe një mbledhje maraton e grupit parlamentar. Të dyja këto takime kanë synuar vendosjen e piketave të vitit politik 2026. Dhe në ndërkohë që përsa i takon mbledhjes qeverisë, puna ka qenë një punë e fokusuar tek vazhdimësia, tek programi dhe kalendari i zbatimit të tij sipas sektorëve. Në takimin e grupit parlamentar jemi fokusuar tek domosdoshmëria për të rritur kapacitetin në funksion të negociatave, që do të thotë më shumë koordinim, më shumë ndërveprim, më shumë organizim dhe mbi të gjitha më shumë përqendrim tek ky objektiv historik dhe strategjik për Shqipërinë. Është e qartë dhe duhet jetë e qartë për të gjithë shumicën e qeverisë se për cilën do që është në pararojën e Partisë Socialiste duke qenë në nivelin më të lartë të përfaqësimit, se ky proces është një proces që do të vijë duke u vështirësuar jo më vit pas viti, po muaj pas muaj, pasi kemi të bëjmë me një volum legislativ që kur më parë nuk ka kaluar filtrin vendimarrës të Republikës Shqipërisë nga konsultimi publik tek qeveria dhe pastaj tek parlamenti. Por unë jam besim plot dhe jam i bindur që grupin parlamentar do të jetë në lartësinë e kësaj sfide, ndërkohë që kemi folur edhe për aspekte të tjera, duke dëgjuar raportimet e të gjithë komisioneve dhe njëkohësisht duke u përqendruar tek disa pika kyçe. Këto pika kyçe kanë të bëjnë me domosdoshmërinë për të rritur kapacitetin edhe në funksion të informimit publikut, për të rritur komunikimin me në radhë parë antarësinë dhe mbështetësit e Partisë Socialiste dhe për të rritur intensitetin e petejës me frontin e gjerë të dizinformimit që shtrihet në të gjitha 700 tenxheret politike e mediatike, të cilat bubullojnë e gërgërojnë për ditë e natë, por do ta kenë të pamundur të na ndalin në këtë rrugë pa kthim drejt Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Java ka pasur një tjetër moment të rëndësishëm që është shënuar gjatë vizitës sonë në Emiratet e Bashkuara, ku isha i ftuar të merrja pjesë në samitin tradicional tani më të javës së zhvillimit qëndrueshëm, ku ishin organizuar edhe një sër panelesh, një ndër të cilët ishte paneli ku së bashku me kryeministrin e Malit Zi, ne ju përgjigjëm një sër pyetjesh që shprehin interesimin pikërisht të përpjekjeve që po bëjmë në sensin e zhvillimit të qëndrueshëm, të rritjes së kapaciteteve energjetike dhe patjetër edhe në sensin e shfrytëzimit
maksimal të teknologjisë si një instrument shumë i rëndësishëm në funksion edhe të procesit të antarësimit. Kam qenë shumë krenar kur kam folur për bashkëpunimin trilateral mes Emiratet Bashkuara, Shqipërisë dhe Italisë, ku Shqipëria ka një rol kyç si vendi ku do të krijohet një kapacitet gjenerimi i energjisë gjelbër që përmes kabllit në New York që do të lidh Shqipërinë me Italinë do të transmetohet në Itali dhe në vende të tjera duke i dhënë Shqipërisë një avantazh të rëndësishëm strategjik. Por më rëndësishmja, kam përcjell edhe një mesazh për cilin unë personalisht, por e gjithë shumica e qeverisë, se ka krenarin të jetë bardhëse Shqipëria sovrane në energji. Pasi sipas programit dhe sipas të gjithë hapave që po i hedhim mbi planin e detajuar për këtë program, Shqipëria do të ketë sovranitet energjetik brenda këtij mandati të qeverisë sonë, mandatit të 83 mandata. Një tjetër moment që më ka prekur personalisht dhe më ka lënë pa fjalë për hir të vërtetës, gjë që nuk më ndodh shpesh, siç edhe mund ta merrni mend se tek fjalët nuk betem ndonjëherë mangut përgjithsisht, po këtë herë ka mbetur mangut. Ishte momenti kur një mik i madh i Shqipërisë, një mik i vjetër i shqiptarëve dhe një personalitet i madh i politikës botërore që jam i nderuar të më quaj mik, më ka bërë një surprizë në Pallatin Presidencial duke më akorduar medaljen më të lartë të Emiratet Bashkuara, e cila mban emrin e themeluesit të Emirateve, Sheikhu Zayed. Dhe e kam fjalën këtu për presidentin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, i cili më ka bërë një vlerësim që realisht për nga mënyra, vendi dhe mbi të gjitha për nga pesha që ka, është absolutisht i paharrueshëm. Nuk e di sa unë e meritoj, por di që të qenit në radhë me ata që e kanë marrë më parë këtë vlerësim më bën shumë krenar për Shqipërinë, si kryeministër shqiptar, dhe njëkohësisht më ngarkon edhe me më shumë si thua përgjegjësi, nëse mund të ketë akoma, në raport me çuarjen përpara të këtij misioni që më kanë besuar shqiptarët, që është Shqipëria me Bashkimin Evropian dhe një Shqipëri krenare, dinjitoze, krye lart kudo në botë. Kjo javë ka qenë e rëndësishme edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, pasi kemi hedhur një tjetër hap të rëndësishëm në drejtim të sovranitetit energjetik, duke fuqizuar kështu themelet e ekonomisë dhe duke ju afruar atij momenti kur Shqipëria nuk do të ketë më nevojë të paguajë nga taksat e shqiptarëve për të importuar energji nga jashtë. E kam fjalën për hapin e hedhur për fazën e dytë të projektit madhor të parkut me energji të rinovueshme me erë në Tropoj. 600 megawatt, një hap dhe një fazë e re që shënon finalizimin e një përpjekje të përbashkët rreth 2 vjeçare me kompaninë amerikane, lider në energjinë e rinovueshme në Europë, CWP, dhe në këtë mënyrë fal një procesi parapërgatitor që është faktikisht më i shkurtër se vetë procesi i ndërtimit, kam bindjen se në një kohë
12 muaj punë pa llogaritur periudhat kur dimri është realisht në fazën që e bën të pamundur punën normale në terren, ne do të kemi parkun me energji të erës që do të hyjë në rrjetin e prodhimit ton kombëtar dhe do të bëjë që në këtë mënyrë Shqipëria të thellojë diversifikimin e portofolit vet energjetik. Gjatë javës kemi marrë pjesë bashkë me Ministrin e Arsimit të ftuar në konferencën e rektorëve. Një takim i rëndësishëm për vazhdimin e përpjekjes përbashkët mes qeverisë dhe universitetit, botës akademike, në funksion të rritjes së cilësisë së arsimit ton të lartë, në funksion të ndërkombëtarizimit të arsimit ton të lartë dhe në funksion të racionalizimit të burimeve dhe të potencialeve në arsimin ton të lartë. Kemi zhvilluar një diskutim të hapur. Unë kam paraqitur ato që janë sipas nesh sfidat dhe për cilat duhet të vendosen piketat e reja, duke filluar nga një rishikim i ligjit të arsimit të lartë, për cilin ka ardhur koha, pasi tani më është krijuar një eksperiencë, ligji na mundsoi një përmbysje të madhe, por sot është e qartë që mbi bazën e eksperiencës dhe natyrisht të sfidave të reja, ligji duhet të rishikohet. Dhe këtë gjithë ta bëjmë së bashku, pa diskutim, me universitetet. Nga ligji pra, deri tek rritja e përpjekjeve për të shtuar zinxhirin që tani më ka filluar të shtrihet në territor të ndërkombëtarizimit përmes partneriteteve të ngushta me universitete të njohura në Europë dhe në botë dhe përmes programeve të përbashkëta. Po ashtu një aspekt tjetër është edhe qasja ndaj financimit, gjëra për të cilat do të flasim më hollësisht në takimin që ne mbajmë rregullisht si një këshill i përbashkët, po themi, jo formal, por shumë efikas mes qeverisë edhe përfaqësuesve të universiteteve, ku këtë radhë do të jenë ftuar të gjithë përfaqësuesit pa dallim universiteteve publike dhe atyre private, ose më saktë universiteteve publike me financim shtetëror dhe universiteteve publike me financim privat. Dhe në fund, për krip, jo për ëmbëlsirë, dua të them dy fjalë për ata që u hodhën përpjet, ose më saktë për ata që jetojnë të hedhur përpjet, dhe që në përpjetësinë e tyre i shtuan hedhjeve edhe një hedhje të radhës dhe të njëjtës natyrë, dizinformim, çoroditje e opinionit publik, helmim i të gjithë atyre që kanë akoma fuqinë që t'i dëgjojnë, duke thënë që Amerika i ndaloi vizat për Shqipërinë. Kjo është e pavërtetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndaluar vizat për Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata aktuale, nën orientimin e qartë prej kohësh të presidentit Trump për politikën e re lidhur me imigracionin, ka vendosur që për 75 vende të botës, ndër të cilat edhe disa vende të Ballkanit, ku përfshihet edhe Kosova, të bëjnë një pezullim të përkohshëm për sa i përket lejeve të punës në Shtetet e Bashkuara. Jo vizave për në Amerikë, po lejeve të qëndrimit në Amerikë për punë. Pasi, për këtë kategori vëndesh, kanë vënë re
fenomenin e marrjes vizës për turizëm, marrjes vizës për biznes dhe pastaj të mos respektimit të afateve, por të qëndrimit atje për të filluar një punë. Dhe kjo është diçka që shkon në linjën krejt normale të politikës së re të presidentit Trump dhe që nuk ka pikën e lidhjes me të gjitha ato që u thanë nga ata që hidhen përpjet. Dhe që përsëri kur të bie në tokë do të shohin se terreni mbi të cilin qëndrojnë është gjithmonë më i rrëshqitshëm. Pra do të humbin thellë e më thellë e do hidhen përpjet lart e më lart.